Beslidhja ka shënuar një nga fitoret më të thella të këtij sezoni, teksa mposhti Adriatikun me rezultatin spektakolar 10-0 në stadiumin Beslidhja, duke marrë kushtu edhe kryesimin e kampionatit. Ndeshja u kthye shpejt në një festival golash për skuadrën lezhiane, e cila dominoi nga fillimi deri në fund, pa e vënë asnjëherë në dyshim përsinë e saj. Protagonistët kryesor të sfidës ishin Raboshta dhe Akansas, që realizuan nga një triplet, duke u hequr ofensivën e pandalshme të Beslidhjes. Në listën e golashënuesve u shtua edhe Kruja, Alcani, Ajazi dhe Vukaj, të cilët vullosën një fitore historike për ekipin vendas. Beslidhja tregoi superioritet të plot të çdo repart, me kontroll të lojës, intensitet të lartë dhe efikasitet përpara portës. Jam i kënaqur me rezultatin, por me disa momente tashti mos bëj të vështirin ose mos bëj atë kurigjusin, po ka pas momente të cilat ne kemi shpërdoruar sidomos pjesën e parë, ku nuk kam meti kënaqur. Lojtarët po shpërdorin raste ku në ndeshjet e tjera them se duhet të jenë më koncis dhe duhet të jenë më të vendosur para portës, se nuk mund të kesh gjithmonë një kundërshtar të lehtë, por ke edhe kundërshtar të fortë ku ti duke pretenduar dhe duke qenë ekipi si kërkon të jesh në vendin e parë, pra nuk duhet të shpërdorosh atë raste. Po, e kam thënë që në fillim këto ndeshje janë të cilat vlen, kanë të njëjtën 3 pikë, vlen si kjo si një ndeshje me vendin e parë, 2, 3 nuk ka rëndësi. Pra, është rëndësishme 3 pikë, por kur bën dhe gola të paktën për publikun, kur shënohen dhe gola pra, por edhe kur ka një futboll të bukur të cilin duhet ta demonstrosh në fushën e lojës. Me këto triumf të thellë, skuadra lezhiane jo vetëm konfirmon formën breslënse, por edhe dërgon një sinjal të qartë për ambicjet e saj në vazhdimsi të sezonit.